Mirëmëngjes, shpresoj të jeni mirë të gjithë. Po lexoja një material dje shumë interesant lidhur me shkrimet kopte, gnostike, quani si doni, që janë zbuluar në Nag Hammadi. Kemi folur shumë në video tona për zbulimet në Nag Hammadi. Dhe më bëri përshtypje, kisha dëgjuar, po ishte diçka më e ilustruar kjo temë. Tema e Trinitetit, pra trinia si thua që shenjtë, Triniteti, por jo i trajtuar siç e trajtojnë rregullat krishtare apo Bibla, pra Zoti, Ati, Djali dhe Fryma e Shenjtë. Jo, ishte më konkrete, ishte më fizike. Bëhesh fjalë për Jezusin dhe dy vëllezër real të tij, me emrat përkatshëm, që qofse zgaboj të si përktheheshin i parë linduri, nuk i mbaj mend tash t'ju them drejtën se ishin arabisht. Në fakt ishte materiali me emrat i trajtonte arabisht për të krishterët, arab, si më thënë. Por ajo që bëri përshtypje nuk ishte thjesht çfarë shkruanin tekste, sepse gjithkush mund thotë me shumë të drejtë, kuptohet që brava, çfarë shkruajnë tekstet, shkruan njëri tjetri. Pra e kuptoj këtë gjë. Përshtypje më bënte që më bëri më mirë të them që aty përmendeshin zbulimet arkeologjike të kryera më vonë. Pra s'bën fjalë më për shkrimet të asaj kohe thjesht, por për zbulime arkeologjike të kryera më vonë, bile dhe në mos gaboj mbas 1980-s, pra 1980-s, në të cilat ishin zbuluar indicie, shenja, shprehje, piktura, monedha, ikona e tjera që paraqisnin tre figura të tilla me shkrimet përkatëse. Kuptohet edhe me emrat e tyre. Ishte shumë interesante. Kështu që mendova ta ndaj me ju, kuptoj do bëj një video për këtë. Këto 2-3 ditë besoj do bëj një video për këtë. Por ta ndaj me ju paraprakisht. Ka shumë gjëra të fshehta, të fshehura qëllimisht, jo thjesht të fshehta, po të fshehura qëllimisht. Dhe në atë material shpjegohet edhe arsyeja pse mendohet që është fshehur, sepse do ishte një tronditje e madhe për vetë fen pastaj. Feja e krishterë, pavarësisht degëve të saj, ku bazohet? Bazohet tek shpengimi, tek sakrifica e Jezusit për të shlyer mëkatet e njerëzve, apo jo? Pra, nëse kjo do ishte kështu, siç shkruhet, sepse gjithmonë e keni parë që në videot e mia them në qoftë se tash siç trajton video. Është pra në qoftë se do ishte kështu siç thuhet në këto shkrime apo në këto zbulime arkeologjike, kuptohet dhe arsyeja pse është fshehur, sikurse dhe janë mbajtur fshehtë shumë materiale të tjera. Ju e dini mirë që vetë libri i Enokut përmendet dhe nuk është futur në kanonin biblik, megjithëse përmendet edhe në vijat më ashtu Kalimthi. Dhe kemi shpjeguar edhe më së herë disa gjëra pse. Por arsyet pse s'është futur në kanonin biblik janë shumëta. Nuk janë 1, 2 apo 3. Kështu që miq, shpresoj këto 2 ditë ta përgatis videon edhe ta hedhim në kanal. Në këtë rast duhet të tregoj rastin e dikujt dje që u detyrova t'ja heq të drejtën e mesazhit, jo për ato që më shkruan të mua, sepse unë ai ka mendimin e vet edhe besimin e tij, nuk më shqetëson fare kjo gjë, por shante me fare fis, me familje, me gjithë shimante pragu i shtëpisë, një komentues tjetër, vetëm pse ai ishte shprehur dakord me ato që thoshte një video. E kuptoni se në ç'të niveli jemi, e shante me fare fise, me familje, me gjitha. Kështu që
u detyrova t'ja heq të drejtën e komentit. Prandaj dhe një herë ju porosis. Nuk ju kërkon njeri t'jeni dakord me ato që trajtojmë, nuk ju kërkon njeri t'jeni dakord me njeri tjetrin. Jeni të lirë të shprehni mendimin tuaj brenda etikës. Nuk ju thot njeri pse qysh tek, por mos kaloni në thyerje, në ofendime, sepse nuk ju ka fut njeri me zor këtu. Keni hyrë vetë, nuk ju kam ftuar unë, keni hyrë vetë. Keni pranuar të hyni, s'ju pëlqen, e keni thjesht gishtin post komentin negativ që s'ju pëlqen, ose pastaj largohuni nga kanali. Po e përsëris me 10 herë se gjë, largohuni nga kanali, nëse nuk i duroni dot materialet që trajtohen në kanal apo komentet e të tjera. Vazhdoni në jetën tuaj, siç e keni bërë deri tashim, sepse shumë të merron e vërteta, shumë të merron që mund të zgjohen nga gjumi. Pra, ju uroj ditë të mbarë dhe ju falenderoj që më ndiqni të gjithëve. Kalofshi mirë.